A i në mashtruar së fundi nga inteligjenca artificiale? Mos mërzit, nuk je vetëm. Gati 10.000 njerëz kanë pëlqyer këtë video në pilotit mirënjohës ndaj babait të tij plak. Sot fluturoj në qiell, po krahët mi ka dhanë ky burr. Megjithëse ajo është e gjeneruar në programet e inteligjencës artificiale. Kjo dallohet nga e folurat dhe lëvizjet e panatyrshme të pilotit, si dhe ndriçimi dhe kontrasti tepër kinematografik i videos. Dhe nga fakti se avion në video nuk figuron i regjistruar në regjistrin e avionëve civil shqiptar. Përmbajtje të tilla, quajtur LUMAI, zakonisht kanë për qëllim mbledhjen e sa më shumë pëlqimeve dhe komenteve. Kështu synojnë ngjalljen emocionet forta të njerëzit, si zemërim, dashamirësi apo mallëngjim për pilotin mirënjohës ndaj babait. 1400 pëlqime dhe 170 komente ka marrë kjo video që pretendohet se tregon një përballje burrash përpara tualetit të grave. Megjithëse është postuar në rrjet nga një llogari që poston ekskluzivisht video të gjeneruara. E njëjta llogari ka postuar 10 video të ngjashme të krijuara me AI, të cilat ngjallin emocione dhe debat, duke rritur kështu angazhimin dhe audiencën e faqeve. Ndërkaq, në fund të marsit, një sër media shqiptare raportuan me sensacionalizëm se marka e luksit Gucci kishte hedhur në treg pelina bebe që kushtonin $500 pako. Megjithëse asnjë produkt i tillë nuk figuron në katalogun zyrtar të firmës. Në fakt, duket se mediat janë mashtruar nga këto imazhe, të cilat, siç zbulon një kërkim i thjeshtë janë të etiketuara si të bërë me Google AI. Kështu që kujdes, qëndroni skeptik.